dhe ne kemi pa diskutim kandidatura shumë të mira, kanë shfaqur dëshirën e tyre publikisht. Adriana Kalaja, Klevis, Edi Paloka e të tjerë që janë të pakrahasueshëm me kandidatura e Partisë Socialiste. Por, kështu që përpjekja jonë për të arritur në një ujdi të gjerë me forcat tjera opozitare nuk ka asnjë lidhje me problemin e kandidatëve tanë të shkëlqyer. Nuk ka lidhje. Por ka lidhje, pa diskutim ta themi këtu, me rekordin elektoral. Tërësinë e votave si opozit, dhe kjo nuk mund t'injorohet. Ka lidhje dhe me një gjë tjetër, me një moment të dytë.